Rroga nuk është privilegj, por e drejtë e garantuar me kushtetut, u shprehan inspektorët e inspektoratit për përdorimin e gjuhëve, të cilët tashmë 6 muaj nuk kanë marrë paga. Ata kërkojnë nga qeveria ta zgjidhin problemin dhe të kompensohen pagat e prapambetura. Përveç kësaj, kemi mbetur edhe pasigurim shëndetësor dhe pensionar, e cila edhe më tej e keson sigurinë tonë dhe të familjeve tona. Kjo gjendje na shpije në një pasiguri sociale, në luftë ekzistenciale, si dhe në zhvlerësim absolut të punës dhe dinjitetit të nënpunësit. Ne jemi njerëz të cilët çdo ditë punojmë, japim rezultate si dhe lëvizim sistemin përpara. Në inspektorat punësuar janë 17 inspektorë të cilët shprehen pakënaqësinë dhe thanë se u kanë dërguar letra zyrtare të gjitha institucioneve relevante, por nuk kanë marrë përgjigje. Ata u ankuan edhe për mungesë të kushteve për punë, ku thanë se nuk kanë automjete, por në terren shfrytëzojnë makina private. Realisht ne si të punësuar në inspektoriat kemi funksionuar normal. Do me thonë deri në muajin mars edhe kemi pas plan për inspektimin. Mas andej filloi edhe tërheqja jonë, do me thonë si mekanizëm që kjo çështje të zgjidhet. Por realisht ne jemi në punë çdo ditë. Realisht ne si inspektor nuk kemi automjet në inspektorat. Inspektorati s'ka asnjë automjet? E kemi një automjet, po ajo është në shfrytëzim të drejtorit. Krejt kjo ka ndodhur për shkak të problemeve të krijuar me ndryshimet e ligjit për mbikëqyrje inspektuese dhe nevojën për harmonizim me ligjin për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore. Vetëm te inspektorati i gjuhëve kemi pas dilemën që a duhet të jetë në kuadrat e Ministrisë së Drejtësisë apo të shkon në kuadrat të Agjencionit të Gjuhëve. Dhe kjo dilemë pra ka marrë pak kohë, tash është në procedurë në parlament, pra këtu i ftoj të gjithë deputetët shqiptarë para se ta keq përdorin si temë politike, ta votojnë ligjin dhe t'i marrin paga sa më shpejt, domethënë punëtorët në inspektoratin. Në vitin 2024 hyri në fuqi një ndryshim në ligjin për mbikëqyrje inspektuese, i cili ndryshoi statusin e inspektoratit për përdorimin e gjuhëve. Më parë ishte institucion me vete me status juridik të pavarur, me buxhet të vetin dhe kompetenca të plota për të vepruar, e tani është pjesë e Ministrisë së Drejtësisë. Ndryshimet ligjore me të cilat parashikohet heqja e statusit juridik të inspektoratit kanë ngecur në kuvend pas kalimit të filtrit të komisioneve. Arsyeja është se shumica parlamentare nuk ka badenter.